Në spital Durrës, ke shkolla Naim Babameto, do më thonë këtu afër është shkolla Naim Babameto, shezim këtë shtëpin, është ndërtuar me arkitekt, me inxhinier, ka mbi 300 metra katror ndërtim dhe rreth 800 metra katror tokë truall. Pra, në rast se ti apo miku jot ton dhe po interesoni me gjetë një shtëpi në spital të Durrësit, jemi 100 metra larg Xhadës. Është zona më e preferuar, është zonë vilash, pra gjithë zona është zonë vilash. Çmimi është 205.000 euro, kush ka interes, ma shkruaj në WhatsApp o mu o Gjonit për çdo detaj. Veni është shumë i mirë, lagja është shumë e mirë, është shumë e qetë. Pra duhet llogarisni se keni 800 metra katror tokë truall, keni rreth 300 metra katror ndërtim. Për detaje më të hollësishme, ju mund të na kontaktoni dhe ne e japim foto, video. Shikojeni pak. Është shtëpi e investuar. Dhe sa për informacion, është lagje që nuk përmbytet kurrë, apo jo? Është përmbyt një herë këtu? Asnjëherë. Kur s'u përmbyt si vjet s'përmbytet me. Se s'po të qisë televizor, po është përmbyt apo jo? Po s'është përmbytur si vjet. Pa vitet e tjera s'vet fjalë që s'është përmbytur. Je i sigurt? Po jam i sigurt, unë them 100%. Me shprishur në perime mua? Asnjë. Po çfarë flet? Keni rreth 800 metra katror të truall. Edhe e ke të punuar. Edhe ke të punuar, jo po domatet i mosh ti. Domatet e fruta, perimet i mosh ti. Kështu që do ta shesin këtë shtëpi 205.000 euro, do ju morim, do ju çojmë kënë te. Besimi është juaj, siguria është e doktor Afrimit dhe doktor Gjonit. Eca ti. Investoni sigurt, ciao gjithëve.